Me një tortë, Shqipëria në Bruksel festoi hapjen e klasterit të fundit negociues me Bashkimin Evropian. Në konferencën e 7 ndërqeveritare u hap zyrtarisht klasteri 5, i cili përfshin burimet, bujqësinë dhe kohezionin. Me këtë, Shqipëria për më pak si një vit e gjysmë arriti t'i hap të 6 klasterët negociues, gjë që u vlerësua si progres me shpejtësi rekord. Komisionera e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos tha se kjo është një ditë e veçantë jo vetëm për Tiranën, por edhe për Brukselin, sepse dëshmon se procesi i zgjerimit jep rezultate. This success wouldn't be possible without firm political commitment of Albania and by the strong engagement of all EU member states to support Albania's progress. Albania's success is the result of the authorities of Albania working with civil society, and it is the result of Albanian citizens asking for change and supporting these changes. And therefore, Albania is the best example of transformative power of enlargement. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi se vendi ka arritur atë që derivon duke e pamundur. Who could have thought that we would be here today opening all clusters until not long ago. It was something that seemed impossible, and we were at the point to get used to pushbacks and to punches in our stomach. But I believe that all that journey made us stronger, made us more conscious about the big deal of this process, and made us more mature. And here we are today, in front of what was still a dream, only a bit more than a year ago. Ambicjet e Tiranës tani janë që të finalizojë negociatat deri në fund të vitit 2027. Më pas do të vijojë procesi i ratifikimit të marrëveshjes së anëtarësimit nga vendet anëtare, pas së cilës Shqipëria shpreson të bëhet anëtare plot e Bashkimit Evropian në vitin 2030. Shqipëria mori statusin e vendit kandidat në vitin 2014, 9 vite pas Maqedonisë së Veriut, e cila këtë vit shënon plot 25 vite në pritje për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Wait.